'cause I've got the top down, my record's on. Pick my people up, going downtown. The night is young. Go the distance. Go the distance. Oh, let's ride. Oh, let's ride. It's a new way. Se cilin zgjedhje që e kam bërë në jetën time, është para gjyku që nuk e keni idenë sa shumë. A më ka dhimbt, normal që i dhem çdo kujt, por ma shumë viteve gjithmonë kanë ardhur mbrapa meje. Gjuli, si t'kam? Faleminderit. Bashkë? Si je? A je mirë? Hajde, hajde. Kështu që kur ku me vendos që unë të bëhem nën, që kam ëndër, që kam qenë e vogël, po kur s'kum po të dëshirë mu bë nën, para se me kon unë e gatshme, emocionalisht, mentalisht, fizikisht, financiarisht, sepse unë mendoj që fëmia sot është lloks. Hello, si je? Urime. Mashallah. Faleminderit. Suksesshëm, një rezultat mirë. Ka dalë pozitiva? Nga dalë pozitiv, bajag i lartë ka dalë pozitiv. Shumë mirë, mashallah. Unë mendoj që jeta s'është në duart e askujt, është në duart mia, dhe kur i bëj zgjedhjet e mia, gjithmonë e mendoj mas pari çfarë afekti ka në jetën time dhe ndoshta të prindve. Po përndryshe çdo njeri që është jashtë qisoj kapsules Gjuli prindi jem, nona dhe babi, nuk e mendoj as pak. Lajme bukur, apo do me dëgju zanin? A ka unë si me dhe gjuka që? Zemrën. Eret, po shkojnë shpejt. Shkojnë shpejt, qëto zani ga njëherë. Hajde shofim. Provojmë me dëgju. Po mungon ndjenja e mëmësis, që unë mendoj që është ndjenja ose dhrota më e bukur e një individi, një gruaje, posaçërisht se ne provojmë ndryshe, ndjejmë ndryshe. Mashallah, urime. Faleminderit. Nice. Sa i fort zone. Pro asoj që gjithçka që këdo e bën të lumtur, vetëm ka mundësi ta realizoj dhe le ta bëj. Edhe jam shumë e lumtur edhe për vendimin që e ka marrë për IVF. E di që jeta e Zhvulit nuk u kon gjithë e lehtë, edhe më pëlqen që nuk u kon gjithçysh me gjetë një partner ideal për me mujt me bo fëmijë, sepse edhe në bisedat që i kena pas gjatë bigut, Gjuli më ka thonë që nuk është e përmbushur në halat deri në momentin kur të bëhet nën, edhe mendoj që është shumë e fat që e ka pas që të mundësi me e bo. Hej, none! Qa jam? Qa je të bo? Qa bësh? Që të najtë kjo është ti? Qa bone që ki? Unë si nonë, si gjyshe, unë jam shumë e lumtur, kur Gjuli është e lumtur. Apo da një lajmë super të mirë? Hajde. Po bohesh gjyshe për 12 herë. Unë jam nonë vetë, kam 3 me 3 qika, ta shumë bohen 12 nipa dhe mesa. Po, goksu jam tha që je fillim shtatzanis, mira beba, nuk më tregoj shumë tha se po t'alo pak surpriz, po tha mirë, edhe ja kina ndëgju rrohjet e zemrës. Është një ëndër e jemja, që kam qenë e vogël, që të bëhem edhe në nonë. Po kur këm doshtë mu bon nonë, që shumë rritone. Unë jë mrit në diasporë, ku e ka fillu lufta, unë kam qenë 8 vjeqe, dhe Bobi ka shku në luftë, në kalon me nanën filon, dhe unë kam fillu shumë herët në moshë 3, me punu,
kena punu në për ofise, në për markete, kena fshi dhe ktheja. Dhe që në moshën 8-9 vjeçe kur ka qenë lufta në Kosovë, ne kemi qenë në Finland, kam babi me veten, që unë një temë kam e pru një fëmijë në këtë botë, nëse unë nuk jam gati të menduarit që ka mendoj njerëz tjerë për ty. A je mjaftueshëm për ta, kur ti do të më kom mjaftueshëm për veten tënde. Jam lind gati. Mendoj që një femën që ja din vlerën vetes, se ka dhe makina ashtu që ka dhe karakterin. Unë mendoj që makina dhe femna shkojnë dorë për dorë. Njëzet vjetë, photoshootingin e parë në Kosovë ku botë Artoni dhe nuk e ndroj për çdo shooting që e kam shumë të rëndësishme në jetën time, unë gjithmonë te Artoni i kum bo. Edhe ka qenë vetëm njëri në 2010 që unë ka përkra në gjendje këtë kritike u konë atëherë. Kështu që kjo ka qenë arsyeja kur i kum thonë kurdo që ngeli 7 zonë, kurdo që kam e bo baby bum shooting, kam marrë të ti. Po kur e vendos me bo diçka, unë jam një person që nuk e kthej mu kryt mrapa. Se kthej, do të edhe nëse këtë bota quhet kam, thë gjolje ka bim, zbën me bo këtë gjë, unë e bëj. Del ku del, unë e di që unë, mbi supet e mia kam i marrë që ato barën e jo suksesit ose suksesit. Unë shpresoj që njerëzit mas pari kanë me kuptu që jeta jetohet vetëm për qefin e tyre dhe një jetë e kemi, nuk i kemi shumë jeta. Ata që janë me fat, jetojnë jetën qysh e dojnë vetë. Shoti dytë, tek i parë. Aksion. Ka dole mos në grive janë, sa kja shimurra. Janë pitet, hej, buta, ka hongëri me pite? Tujat jo të mamës teme, po. Po në gjakovaret kërgja më doj, se jam kërgja. Piten me spanja. I kishin morë pite me djathë dhe me mesh. Po i kanë shkri se zakonisht këtu janë klinë grime, po dhe se atë në argat me punu, i kishin ble edhe peqitum në furë që tonë me pjek, edhe qysh mi thirë argat me punu, edhe mos me pot pite. Që? Pitja për 5 minuta. Vesh që, s'jela kamerën, vesh që sa njeri është. Tani thojnë gjuri nuk i rrinë argatve hokesh. Vëllai një 30-50 veti rri hokesh. Hajta o zamë. Tash, sa minuta do të më prit? 25 minuta, piqitum një 2-3 pite, me bëj një salat, do turshia, bile që ku i kam turshia, të qëre Gjuli turshia, nam. Thojnë se Gjuli pa turshia. Edhe po hajna po të knaqëm me pite. Së është tradite joni, a zama. Që ta do është 90 vete, e ki reklamu pitet shumë. Po dërsa është biznesi jemi nërma që reklamoj. Po pa pos biznisin, shka du me thonë pitet të ty njëre? Edhe Big Brother. Edhe njëtë përdetshme. Po, për mu është, s'pëdi, tradit, vlerë, i lire, do të thotë nëse na një diçka e kena tonë, në autokton, e lirë është pitja. As nuk është byreko, as nuk është mantia, se janë boshnjakve, turqelive, baklava nuk është dhe jonja. As nuk janë sarmet, as nuk janë specat e mbushura, është e vetë me gjë është pitja katmer, që kjo është katmer, që shto e rafsh. Që i bje nona tona dikur, para 500 vitin, 1000 vitin kanë pot uj, mil, krëp. Brum, kanë pot pak vaj, u kon vera i kanë qitë spinaq, u kon dimi i kanë qitë potate që kanë gjetë mi qitë për funi, ose në midis filler, e kanë mshil tik me gishta edhe kanë shtinë fun. Kjo është esenca edhe për mu. Kur i mordëm Big Brother, unë nuk i kom ditë që pitet kanë mu bo virale. Po kur dole aja është e poshtë që u bo virale, pitet e gjurit, është hajt janë nisit e qeli një punëtori një fabrik, edhe sot na i shitëm për 8 muj, kjo është muj i 8, i shitëm diku 20 dhe 25.000 pite në mujt. Jena hi në Zvicër, në Gjermani edhe në Kosovë, tash kena bo kontrat me Shqipëri, me Maqedoni, jena to close deals, finger crossed, me Amerikë dhe me Turqi. E tani thonë Gjuli nuk është shumë e vyme, vesh kështu një bre, që shtonë Big Brother të isha prëm një dë pijata dë gota me menzimi pryshin, hejt halusën, mas 2 mujve ma kam pru. Qështu du të mura nisë? Birë, a me ndonë si biznes që shet pite pëse njerës nuk jenë marakli për me bu një pite vetë?
A është shumë vështirë me bo një pite? Jo, unë mendoj që sad njerëzit, gratë, burrat, nuk kanë kohë, se do është jeta shumë hektike, dhe u hup trendi me mësu me bo pite. Kjo është problemi. Njerëzit edhe nuk ka shumë delikate, po sa blen ti një pite 5 euro, 10 euro, te një orë sa hup kohë me brome, dhe plus nuk e din apo dele mirë, i kitë garantu me pite dhe gjurit që janë delicious. Mirë pitja gjurit a pitja shpis? Pitja gjurit është pitja shpis. Ole! Së më është më zonë gosht mu te, ku je nis? U kry. Kac! Nuk të vynë shumë kitë botë me pat shumë njerëz që ta kuptojnë botë. Të vynë 1-2 njerëz maksimum që ti me kone sukseshme. Kështu që edhe kur ti ishe sukseshme, ki nevoj për njerëzi, ki nevoj ti kush me ta me tonë fundites që kemi adal, hajde të përqafi, se edhe na kena nevoj na njerëzit e fort me pat dikan që na përqafon fundites. Shpesh herë qaj natën, kapi libre lexoj, sepse është shumë ndjesi e vetmume kur ti nuk i me kanë fundites me da idetë tua, mërzitë tua, lumturinë tone, ndodhitë tua gjatë ditës që ka ndodhë edhe por suksesi ka këtu. Nëse do me konë tepër e sukseshme ose mi mri majet janë gjithmonë shumë të vetmume. Edhe do të vish me vendos ka donë për jetës. A donë me konë average, a donë me konë top niche në këte icebergin që shpesh njerëzit e përmendin. Fatmirësisht ose fatkeqësisht nuk e di cilës mi thonë tash, se i ka dhe të mira dhe të këqijat. Unë si e vogël e kum vendos mos me konë average. Kur s'kam qenë average, kur s'kam qenë e pranushme nga shoqënia, nga familja ndoshta, familjar të gjerë, nga shoqënia jon, kultura jon, dhe me dashje pa dashje kum zgjedh rrugën pak më të vështirë, po që ndoshta vojza tjera kur vinë mas meje kanë me pot shumë ma lehtë. Qysh e kanë pot deri me tani kur kanë idol, kur më nalin e për rrugë, kur më përqafojnë, kur më nalin plakat, gratë, më thojnë, veç vojza jam e kanë 10% so jetë ti, unë isha kanë gryja ma e lumtur në botë. Unë jep shumë ngrohtësi, me vazhdu tutje edhe me ditë që pas na bo diçka në këtë botë, që kam i lon footprints, fërkemat e mi për të mirë. Edhe nëse nesër vdes. Edhe nesër kur unë vim fëmijët e mi e di që ndoshta nona atymve ka bo diçka që m'ja lehtësu jetën atyre, e vojzave tjera, që me konë vetvetja, me konë e sukseshme, me konë, se di, e plotësume me dëshirat e tua. Cila frika më e madhe për momentin? Frika më e madhe që e kam për momentin, e shumë e çuditshme se para se me shtatzon s'kom pat frikë. Frika vetme kur kam qenë e vogël, kam qenë vetmia. Edhe pse unë jam rrit një familje shumë të madhe, por gjithmonë jam ndje e vetmume. Me mendimet e mia, me që njerëzit unë kanë kuptu ndoshta. Tash që kam ngel shtatzon, edhe pe di që jam tu e prit një beb, edhe që frika më e madhe është qa nëse ndodh diçka në lindje dhe la bebën vetë. Kjo është nështë unë vetë kum punu mjekësi dhe di që janë shumë të rrolla që të ndodh në i sen, po gjithmonë është një përqindje shumë e vogël që mundet me ndodh. Më ka ndodh vetë kur im konë në spital të punu. Është frika vetme që e kam për momentin. Asë një frikë tjetër nuk e kam, sepse këtë tjerat i boj. Kurse është një punë shumë e vështirë, mune gjithë shka me ndonë në lindje,
Edhe frika më e madhe është ajo. Qa ndodh nëse mu ndodh diçka dhe kujt ja la, qa ndodh. Kjo është nështa e vetmja peng ose një gjë që e mendoj që në qoftë se kisha bo me një partner, të paktën e kish po të baben. Kurse kur je vetë të nonë, vetë ushqyse, besoj që shumë nona këtë e ndjejnë kush janë vetë nonë ushqyse, që kanë fëmijë, që çka ndodh nëse atyve i ndodh diçka që ndodh me fëmijët. Shpesh e natën çoj me çik gjë, sepse është një frikë që po mritet sa më shumë që po shkoj me mua në shtatzani. Por kam besim që do shkojnë gjithçka në rregull, kam besim që jam dur të sigurta. Unë kam vendosur mos me lind as as në Londër, por në Zvicër, që është shteti më i sigurt. Njëna për arsye pse ku vendos në Zvicër me lind është sepse siguria është më e madhja. Nuk ka sen që s'ja dalun. Guadalajara. Kur ndjej që diçka po më lëviz, po jam shumë e lumtur edhe ndjej një farë kënaqësie shumë të madhe kur di që i kam shoqet më ngushta, njerëzit që un kam përkrapi fillimit që kanë ditë çit situatë, ju shumë njerëz e kanë ditë, por çta që e kanë ditë janë sot pranishëm të na, kështu që jam shumë e lumtur. Tu që nuse duka gjinit vallohen, mës me ma boj djallë, nuk e ka më shoqe. Atëherë, sot është një ditë shumë e veçantë për mu. Shumica jo shoqet e mia që unë keni përcjell 15 vjetë shoqëni ose ma pak ose ma shumë, e dini sa e ku më ndru më bonon një ditë. Sot mendoj që është gjëja ma hyjnore dhe ma madhështore që një gru mundet me përjetu, përveç karrierës vetë, që është normal për mu shumë e rëndësishme. Do shta mi ju falimdru krejt që keni gjetë kohë, keni ardhur mu respektu, edhe mendo këtë lumturi dhe knatësi që unë jam të e përjetu. Jo që e keni përjetu, e dini që unë pret, jo që se keni përjetu, inshallah përjetoni bashkë me mu ose mas meje. Kështu që faleminderit shumë që keni ardhur, edhe shpresoj që sa më shumë ditë lumtura. Cheers girls! Unë jam Gjyshja, mendoj se është qik. Kënaqësia e shpirtit e lumtur me ka qik. Atëherë, unë jam Nona dhe unë mendoj që je qik. Unë jam qika e Doajës Gjullit, mendoj që është Boris. Mendoj një djallë, se s'kur Gjullit qysh është e fort, edhe një djallin a vinë me ka i fort. Unë jam shoqja e Gjullit dhe mendoj se është vajzë, sepse botës i duhesh më shumë vajzat forta si Gjulli. Nuk di. Edhe që jam qenë mirë, po ma mirë qikë. Unë jam shoqja e Gjullit edhe mendoj se është djalë. Kam 2 djemë edhe më pëlqejnë shumë djemët edhe dëshiroj që Gjullit ketë një djalë. Unë jam stilisja e Gjullit, mendoj se e ka vajzë. Edhe një vajzë të fortë si Gjulli. Na i kemi vendosur 2 stikerat, sepse tash po thojnë që fëmija e cakton vetë gjinin e vetë, edhe i lam të 2 opcionet, mandej let metet me zgjedhën fund vetë fëmija. Po mendoj që djallë, se nuk e di që atë energjiu të ma jap Gjulli, edhe thuajnë që femrat ku të kanë djallë, i fryet barku dyqyr si ma rumbullaka, që shtojnë. Ne kam holl, edhe është i bukur qika, kam që më kone bukur. Përshëndetje, unë jam Teta Samki dhe mendoj që është qik.
Unë mendoj që është e rëndësishme shkak që nuk e stopon gjeneratën e re për me ardhë. Gjenerata si kur Gjuli na vynë gjithë jetën tonë. Pse ju një djallë, një vlog për karamele?